Në 33 kryeministra motra Adelina, kryeministri Edi Rama është i vetmi katolik. Pa. Dhe ke të besimit tënd. E ke tëndin. Atëherë unë Edi Ramës si katolike dhe si katolik do i drejtosha, do i thoja spari faleminderit për çfarë ke bërë. Dhe e them me shpirt. Nuk e them për... Patjetër. Nuk e them sepse duhet ta them, ose sepse më kanë thënë ta them. Jo. Por... patjetër. Sepse në shumë vite, në fakt, po t'jemi realist, kanë ndodhur shumë ndryshime në Shqipëri, edhe aty ku jetoj unë. Pavarësisht se unë thash 2-3 gjëra, sepse unë mendoj se ndryshimet do të ndodhin në mirëqenien e njerëzve. Nëse shqiptarët janë mirë, Edi Rama, unë jam dakord që ai të thotë unë do vazhdoj. Jo, të lutem, e ke Edi Rama përpara. I the pa faleminderit. Për çfarë ke bërë? I dashur Edi, kështu do i throsh. Kështu do i thrasësh, a? Po jo, në kuptimin jo. Unë do i thoja i nderuar kryeministër. I dashur kryeministër. Jo, shumë ndjes, lapsus. Do i thoja i nderuar zoti kryeministër, sepse nuk ndihem as e denti të lakoj emrin e tij, sepse në fund të fundit unë jam një qytetare dhe ai është kryesuesi i vendit tonë. Do i thoja, ju lutem, dëgjoje këtë popull. Dhe nëse ka ardhur momenti që ju e kuptonin shpirtin e juaj që keni dhënë maksimumin për këtë vend, dëgjoje popullin dhe bëj atë që populli ju thotë. Do i thoja edhe që dialogu, siç tha Sindi, nën kupton që t'jemi të hapur për ndryshim. Dhe jo deklarata që nuk japin asnjë lloj përshtypje që këtu jemi të hapur për dialog. Sepse në momentin që unë them, secili nga ne thotë që ky është vendimi dhe është i marrë dhe kështu do shkojmë përpara, nuk ka hapësirë për dialog. I nderuar zoti kryeministër, dëgjoje këtë rini, sepse është e ardhme jonë dhe me siguri nga mënyra se si ju do e dëgjoni, do varet edhe e ardhmja tyre. Me kaq së dëgjon fare ai ty. Nuk më dëgjon? Unë besoj tek ndërgjegja e çdo individi. Dhe thonte një hebrej që ka vuajtur shumë, ajo thonte unë besoj në mirësinë e çdo individi. A ka ardhur ndonjëherë kryeministri Rama tek neve? Jo. As në kishë së ty, se besimtar katolik? Tani nuk më takon mua të bëj, si të thuash, të shqyrtoj gjendjen e tij si besimtar, sepse nuk më përket mua. Fakt, unë besoj që secili nga ne, dhe unë jam e bindur që ai mund të jetë duke reflektuar, jam e bindur. Që ishte duke reflektuar? Mendoj. Shpresoj, uroj shumë. Dhe... Jo, kur i thua ti këtë, dëgjoj këtë popull, çfarë do të thënë kjo, që ti i thuaj që të largohet? Unë të isha në vendin e tij do largosha pa asnjë lloj problemi dhe pa asnjë lloj hezitimi. Po i ka thënë që kush do vi, se unë kam 83 vota. Sepse ai ka dhënë maksimumin për këtë vend. Ka dhënë. Dhe unë mendoj se gjithsecili nga ne, kur jep 20 vite në një 20 vite neve 20 vite edhe një zot shtëpie, zoti i shtëpisë i thotë djalit merr në dorë shtëpinë. A kështu i thotë? Po, logjika e zhvillimit ose njerëzor kjo është. Babai në farpike kupton që kam rritur bi të aftë, krenar që i kam rritur ata dhe ju i kaloj përgjegjësinë. Motra Adelina, e ka lënë njëri këtu një të fortë në thënjishin. Nga Kali nuk zbret, tha, e kishte për Berishën ai, po shqiptari nuk zbret kollaj nga Kali. Se edhe Rama në Kal është. Po kthehemi prap tek formimi. Unë mendoj se politika është shërbim. Dhe në momentin që populli më thot Adelina nuk më shërben më, sepse tek ti nuk shoh kët, Adelina kupton vetë që ka ardhur momenti të ja dorëzoj dikujt tjetër, më shumë nuk di si ta them. Dhe në qoftë se ai nuk e bën këtë, çfarë ndodh? Çfarë parashikon ti?
Nuk di. Unë gjithsesi ndoshta jam e entuziazmuar për neve si popull. Nëse kjo nuk ndodh, unë sinqerisht nuk mërzitem, në kuptimin që ka fillu një epokë e re në Shqipëri. Dhe nuk di. Unë nuk jam shumë vizionare si që është Tindi, sepse edhe nuk marr vesh shumë nga politika, por bën senso, më bën të them atë që thash. Qartë. Sindi, ti do shkosh mbas emisionit në protestë, besoj, kur të shikosh disa politikanë aty të opozitës, deputet. Si do ndihesh? Do ndihesh mirë apo? Shumë mirë. Duhet jenë. Si llogaris fare, kush vjen nga, a janë politikan? Apo jo? Jo, e kam në këtë kontekstin që mos nuk besoj që do të ndryshoj protestat asgjë, më beso, sepse marr mikrofonin ata. Jo, nuk e mendoj fare, gjithsesi jemi shumë të qytetëruar, mikrofonin mund ta marrë kush të dojë. Tani ti qytetëruar, kjo është çike diskutueshme kjo. Se motor Adelina Vandaj tha te formimi, e tha disa herë te formimi, nuk ka se e ke. Kam parë një formim të jashtëzakonshëm në këtë protestë. Jo, ka dhe nga ata që kanë sharë, kanë ofenduar. Çfarë ofendime dhe sharje të një mlefe që është akumuluar. Jo, pavarësisht se çfarë mund të ketë, po nuk është etike që shahet kryeministit tani, flasim realisht. Ti mund të kesh kritika për kryeministin, po jo. Po dhe etike që dikush të zvarret të rricat në për Shqipërinë. Ajo është kriminale, mo, ajo si Akili Hektorin. Po do jesh realist, kur ndodhin kështu gjëra, do kuptosh edhe këtë zemërimen që është i pa mas, do kuptosh dhe ato mlefe. Jo, meraku im është që mos opozita, Partia Demokratike e merr protestën? Nuk mendoj, unë mendoj që ajo protest ka gjithë të ditë, me orë të tëra që shëndrojnë atje në këmbë. Unë kam parë në fakt njerëz që, dhe kur kam parë tentativa nga një grup që të bëjnë diçka pak kështu, kam parë një solidaritet. Ka rrua shqipë. Solidarizim, ose kështu, që një bashkim pra unitet të njerëzve dhe janë vënë për të zbehur atë tentativën, për të mbajtur një ekuilibër dhe për të mbajtur një lloj. Sindi, e di çfarë po mendoj atë? Po të kishe spikatur Edi Rama aty, diku, do të çep bërë ministre. Edhe ne do dilim protestë kundër teje. Wow, nuk do ishte mundur. Nuk do ishte mundur sepse listat e mia do ishin shumë të gjata me kërkesa. Po në fillim thoshe hajde futu ai, po pastaj se çfarë ndodhte, pastaj Sindi ishte tjetër gjë dhe ne do dilim protestë kundër Sindit. Sindi jep dorëheqje. Po unë se bëj ato, se unë sëroj bëja se lloj gjëje, nuk ka shans që dikush të bëj protestë kundra meja. Sepse unë mendoj për popullin. Sindi jep dorëheqje, do iketi? Se? Të ike. Po do ika për gjëra parë, nëse kam bërë një gabim, kërkoj ndjes, ky që do vi, po i lejdet sa këshilla se ç'a të bëj, edhe të ndrejshim këtë lloj sisteme.